Një fjalë e bukur vlen më shumë se një qortim. Një mëngjes, një burr u zgjua herët si zakonisht, pasi falenderoi Zotin për një ditë të re, ul në tryezë dhe hëngri mëngjes me gruan e tij. Bizeduan pak, buzëqeshën, edhe më pas ai u ngrit për t'u përgatitur për punë. Pasi u vesh edhe mori çantën, hyri në dhomën e tij për të marrë çelësat e makinës. Teksa afrohej pranë tavolinës, vuri re se mbi sipërfaqen e saj ishte grumbulluar pluhur. Edhe ekrani i kompjuterit kishte nevojë për pastrim. Mund të ishte zemruar, mund të kishte dalë me një herë dhe të kishte thënë me ton të ashpër: "Pse nuk e ke pastruar dhomën?" Ose "A nuk e sheh se ka pluhur?" Por ai zgjodhi një rrugë tjetër. Ai buzëqeshi lehtë, edhe me gisht, shkroi mbi pluhurin e tavolinës: "Vetëm ty të dua, gruaja ime." Pastaj u afrua pranë ekranit të kompjuterit dhe shkroi: "Vetëm ty të dua, shoqja ime e jetës." Më pas doli nga dhoma dhe me qetësi i tha: "Zemra ime, a mund të më sjellësh çelësat nga dhoma?" Gruaja hyri pa e ditur se çfarë priste. Teksa kërkonte çelësat, syti i ran mbi tavolinë. Ajo ndaloi për një çast dhe lexoi fjalët e shkruara nga burri i saj. Një buzëqeshje e ngrohtë ju shfaq në fytyrë. Kur ngriti kokën, pa edhe ekranin e kompjuterit, aty ishte mesazhi i dytë: "Zemra ju mbush me gëzim." Ajo e kuptoi menjëherë se çfarë donte të thoshte burri i saj. Ajo e kishte vënë re pluhurin. Ai e kishte parë mungesën e kujdesit në atë moment, por në vend që ta turpëronte, ta qortonte apo ta lëndonte me fjalë të rënda, kishte zgjedhur ta këshillonte me dashuri. Kur doli nga dhoma dhe ja dha çelësat, ajo buzëqeshi me mirënjohje. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Mesazhi kishte mbërritur në zemrën e saj. Shpesh në martesë problemet nuk bëhen të mëdha për shkak të gabimeve, po për shkak të mënyrës se si reagojmë ndaj tyre. Një fjalë e ashpër mund të lëndojë një zemër për vite, ndërsa një fjalë e bukur mund të ndryshojë një ditë të tërë. Burri i mençur nuk kërkon të fitojë debatet me gruan e tij. Ai kërkon të ruajë dashurinë mes tyre. Ai e kupton se shtëpia nuk ndërtohet me urdhra dhe kritika të vazhdueshme, por me respekt, durim dhe mirësi. Po ashtu edhe gruaja e mençur e vlerëson një bashkëshort që e trajton me butësi dhe përpiqet t'i kuptojë lodhjen, sakrificat edhe përpjekjet e tij të përditshme. Jeta bashkëshortore nuk është mungesë gabimesh. Ajo është aftësia për t'i korrigjuar gabimet pa shkatëruar zemrat. Sa e bukur është një familje ku bashkëshortët flasin me respekt edhe kur nuk janë dakord. Sa e bukur është një shtëpi ku kritika zëvendësohet me këshill, zemrimi me durime dhe fjalët e ashpra me dashuri. Nganjëherë një buzëqeshje, një falënderim apo një fjali e thjesht vlen më shumë se 10 qortime. Prandaj silluni me mirësi me bashkëshortët tuaj. Mos harroni se pas çdo burri të lodhur qëndron një grua që mban barrën e shtëpisë, edhe pas çdo gruaje të lodhur qëndron nevoja për një fjalë të mirë edhe një zemër që e kupton. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kjo botë është kënaqësi, dhe kënaqësia më e mirë e kësaj bote është gruaja e mirë." Lumturia e familjes nuk ndërtohet me përsosmëri, por me dashuri, mirëkuptim dhe mirësjellje që përsëriten çdo ditë.